Ja ku këthujem të dashur shikues të Koavizionit, fikskove mua Kushtrim Vekullin, jemi në pjesën e dytë e emisionit, pjesë e cila i dedikohet bisedës në studio e normalisht që kësaj here kemi një të ftuar i cili do të na kristalizojë një situatë që për mua është goxha shqetësuese, me që si zakonisht ju tregoj që udhtojmë gjithmonë me transport publik dhe aty dëgjojmë dhe shohim shumë gjëra të cilat nuk janë as pak të mira për Republikën e sidomos për Brezin e Ri. Drizan Shala, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Fiksko. Kushtrim, faleminderit shumë për ftesën, të përgëzoj për emisionin, të dëshiroj sukses me sensë është era parë në emisionin tënd. Faktikisht, më ra pak me ndëgjue për tematikën, shembull si elaborove për qytetarët e Kosovës, pak çështja e substancave narkotike në Republikën e Kosovës është duke u bërë një dukuri të shqetësuese, sepse është një dukuri e cila është duke marrë formën e aspektit veprimit sistematik. Pra, ma nuk kemi raste sporadike apo raste të izoluara që kanë qenë më herët para disa viteve, po tani me veprimi i strukturave kriminale kanë marrë një trajektorë të veprimit shumë sistematik dhe kjo është shqetësuese, sepse mosha po bëhet shumë më problematike, sepse në shoqërinë e të kaluarën kemi biseduar për mosha të rritur, pa mbi moshën 25, 30 e tutje. Tani çështja e përdorimit këtyre substancave narkotike në moshën 18 vjet është një sinjal alarmi. Ndoshta për një pjesë më e madhe do arsëtohen në forma ndryshme, sepse është interesant ne si qytetar apo si popull të këtij vendit, arsyen e kemi gjithmonë kështu të gatshme. Po. Cila është ajo? Nuk është faja jonë, është faja e shtetit. Po është një arsye që ne... Kur ja lojnë fojnë shtetit, a i vjen që shteti po e fut pra drogën këto, apo qysh është kjo situatë, nëse ja lojnë fojnë shtetit? Fakti që ne kemi këtë arsye të gatshme e argumenton me pastaj mendimin i cili nuk korrespondon. Sepse ne themi po droga, sepse qytetarët është problem, është kushtrim sepse nuk e di se si funksionon mekanizmi shtetëror. Mendojnë që mekanizmi shtetëror është si ai polici si çdo gjë që ndodh është aty pari ose e lën me ndodh apo mos më ndodh. Pra edhe veprimet që ndodhin kriminale në tanësinë në çdo segment, perceptimi qytetar, që është problematikë, perceptimi qytetar që shteti po lën të ndodh. Por që në fakt shteti nuk mund të jetë çdo kund në shoftë se nuk ka bashkëpunim sistematik me qytetarët e saj. Për të kthyer te tema që është të jetë interesante është çështja e drogave, jo vetëm moshën 16 vjet. Ka një statistik, ka të dhëna jo zyrtare, ka indikacione konkrete që përdorimi i substancave narkotike në shkollat fillore apo mesme të ulët, si tani quhet, ka arritur në klasën e 6. Prej klasës 6 nis përdorimi i substancave narkotike në disa shkollat në tërë Kosovën, sepse nuk duhet ne të generalizojmë. Po. Por që faktit janë dy argumente kryesore. Mundësia që ajo substancë narkotike, që në pjesa ndërmuese janë marijuana dhe hashishit, që dhe është më lehtë i gjendshëm rreth objekteve edukative arsimore në Republikën e Kosovës, sepse edhe grupet kriminale janë të fokusuar se sa më ulët të jetë mosha, që të afektohet në aspektin e veprime psikologjike dhe psiqike, sepse më pastaj bëhen të varur. Po që të bëhen të varur prej çati grupi. Sa më të vogël që janë, sa më të ri që janë apo të reja, atë shkalla mundësisë e veprimit, përfitimit material, sepse duhet të kuptoni se përpos veprim kriminal është një veprim ekonomik, brapa se cilës këtë grupet kriminale përfitojnë nga shitja e këtyre substancave narkotike. Prandaj mosha piklasës 6, që fillon përdorus të substancave narkotike, deri në moshë të shtyr, me pastaj duhet që në një moment caktuar të jetës së tyre të kalojnë nga substancat narkotike të cilat kanë përbërje më të vogël në ato të cilat janë më të njohura si kokainë, ekstazi apo heroin. Pra, kjo është treguese dhe është shqetësuese sepse forma kriminale e veprimeve është më modernizuar, më mbështetëse, pa ekziston sipas asaj që shihet një logjistik
mbrapa këtyre grupeve kriminale që i ndihmon që bëhet shpërndarja, pavarësisht se shteti ka krijuar task forca, ka mekanizma brenda policisë, ka bashkëpunim të ndryshëm me aktorët relevant, prap se prap, problematika qëndron në fazën e asaj që mungon një hallkë. Cila? Është hallka e cila niset nga familja, po përgjegjësia prindërore. Sepse në moshën 18 vjet, përgjegjës për fëmijën e tyre janë prindrit. Prandaj ajo hallkë është duke munguar dhe prandaj po rreshet përdorimi i substancave narkotike në moshën 16 vjet. Kjo është alarmante. Prandaj në këtë vargje të veprimeve duhet mbar dhe ndërmarr veprime edhe preventive, por nikësisht duhet bërë edhe veprime represive. Shteti zakonisht në raportet e tyre vjetore elaborojnë sasinë e substancave narkotike, por asnjëherë nuk s'kam dëgjuar nga gazetarë që bëjnë pyetje se kjo shumë e substancave narkotike që janë kapur në operacione të ndryshme, ku janë lokalizuar, a kanë patur destinim tregun ton apo ndërkombëtar, përdoruesi apo personi që ka patur nxjerrje me substancë narkotike, a ekziston në sistemin që është përdorues. Tani lindin disa pyetje të tjera si fakti që a do duhet lejohet, legalizohet, qysh në vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian, substanca narkotike. Edhe kjo është një tematikë që do të na preokupoj, sepse kushtrim problematika në Kosovë në rrafshin shoqëror është ne nuk mund ta gjejmë apo ta krijojmë ta shpikum ujë të nxehtë për rrotën, sepse janë të shpikura me njerëzimin. Shumë tifu. Por problematika që ne e shohim nëpër botë para 20-30 viteve, tani ngadalë duke rrëshitur në kontekstin ballkanik, në kontekstin e Kosovës. E ne nuk jemi të përgatitur për këtë ndryshime. Prandaj është problematika e përdorimit të drogave, armët, edhe kjo një çështje. Po, mos ikim vetëm pak. Kjo lloj substance dhe lloj sasie që besa, sidomos kohëve të fundit, po e shoh që në për kufi, në për kontrolla, po haset policia, po na lajmëron të paktën në rrjetet sociale, gjithsesi në Facebook, po në komunikata e shoh që zinet goxha sasi. Ka vjen kjo sasi i nderuar? Zakonisht ne kemi fatin e keq ta quaj në kuptimin asoj që jemi në bazën neurologjike të rrugës ballkanike. Pra çdo gjë që ka lëviz në pjesën e kontinentit evropian dhe që vije nga pjesa aziatike, pra nga pjesa e lindjes, sepse drogat e forta që janë kokaina dhe heroina, dhe madje tani të përpunuar në mënyrë laboratike dhe ekstazi, po tabletat e caktuara që përmbajnë edhe kokainë dhe heroin. Vin nga pjesa Kaukazis, pra nga pjesa e ish sistemit BRSS-s, Bashkimit Sovjetak, dhe që lidhen nga pjesa e Afganistanit dhe lëvizin në rrugën ballkanike, Turqi, Bullgari, Kosovë, Maqedoni, Kosovë dhe lëvizin në pjesë të ndryshme të Evropës, pra përmes saj, dhe një pjesë e heroinës vjen nga pjesa e Amerikës Latine, përmes anijeve të ndryshme dhe zbarkohen në pjesën e Detit Adriatik. Dhe kjo është treguese që në një formë tentohet që ballkoni përndimor, sepse kartelat e drogës, grupet kriminale ballkonin e shohin si një territor të vetëm, nuk e bëjnë ndarje në aspektin shtetëror, por e konsiderojnë si një pikë operative, një pikë e një krimit, një qendre logjistike që më pastaj nga këto vendet bartën në ballkonin perëndimor, në vendet që Kosova, Shqipëria, Malizi, Maqedonia, Serbia, Bosnia, që bëhet deponimi i tyre në këto vende, më pastaj në format ndryshme me sasi të vogla shpërndahen në pjesën e ndryshme të pjesës evropiane, për arsye. Sepse ju keni vërejtur çështja liber, ne kemi pas një debat me ty më herët. Pra çështja domon që vendet e Bashkimit Evropian kanë një kontroll më të rreptë të çështjes së brezit kufitare. Dhe liberalizimi i kufive
e ngrit këtë shqetësimin potencial që kufit nuk janë më statik, po janë kufit lëvizës, kuptimin që mund të lëvizin qytetarët pa u kontrolluar fare, apo kontrollat janë vetëm në mënyrë sporadike dhe kjo arrit potencialin e këto grupeve kriminale të strukturuara, të organizuara, ndërkombëtare, që të shfrytëzojnë këto momentume. Ju keni vërejtur kushtrim gjatë javës së kaluar në pjesën e Serbisë janë gjetur 5 ton marijuanë. Pra, sipas informacionit që janë dhënë në formën zyrtare, kanë ndodhur nga pjesa e Maqedonisë së Veriut, pjesa e Bullgarisë dhe Turqisë. Pra, imagjinoni se janë 5 ton. Nuk po flasëm 5 kg, as 50 kg, po janë 5.000 kg. 5.000 kg marijuanë. Pra, imagjino do duhet që një sistem i tërë logjistik që potencova, do duhet që ndroj ofër tyre dhe ta suportoj. Pra do duhet që të ketë akter shtetëror me funksione shtetërore ekzekutive në mekanizmat e sigurisë në rastin e Serbisë, që janë mundësuar që të bartet nga Maqedonia e Veriut në pjesën e territorit të Serbisë dhe më pastaj shpërndahet në forma të ndryshme. Por sasia 5 ton. Në literaturën ndërkombëtare të sigurisë thuhet në qoftë se ke kapur 5 ton, imagjino çka ka qenë një ditë para dhe një ditë mbrapa. Sa toni tjetër është që është fut ndoshta para se më nxon çaj 5 tonshi. Po. Pra në këtë formë, në këtë vazhd, çështja e drogës, çështja e substancave narkotike do të jetë problematike për Republikën e Kosovës, do të sfidohet çështja e kësaj, do të sfidohet Kosova në këtë formë, por mbetet portopallë për të analizuar se si dhe kur do të rrjedhin gjërat. Mirë, po e lëm pak drogën onash, po kthehemi tek një problem as i madh sa vetë droga. Nuk e di, janë dy probleme shumë të mëdha, s'po di as çish më i ndo, por edhe arma është një problem shumë i madh, sidomos kur është në dorë dhe në kohë të gabume. Këtë e dim edhe vetë diçysh në bazë të disa miqve edhe shokëve tonë. Shumë armë ilegale zotrishala në vendin tonë, shumë bastisje, kudo që e ka ndonjë kontroll e shohim. Patëm edhe një rast tjetër ku një shtetas i Republikës tonë u kap me presh përdore, nëse mundemi thonë kështu, në Shqipëri, duke transportuar, nëse nuk gabojmë, kanë qenë 14 pistoleta të cilat ishin destinuar për treg. Ka shumë, po e shohim edhe në veri të vendit, ndonë se tash atje me shumë gjase edhe u mësuam diqysh me përcjellë, me po që po ka gjithmonë armatim, po edhe për të veriut edhe ka qendra e Republikës jashtëzakonisht armë. Çështja e problematike së njëjtë të natyrës është çështja e grupeve kriminale që janë të specializuar sa përket shitjes dhe trafikimit të armëve në Ballkanin Perëndimor, që në pjesën më të madhe kanë një sinergji të veprimit grupet kriminale që merren me shitje, bartje, transportim të drogave me grupet kriminale të formave të armëve në pjesën e Ballkanit Perëndimor. Çështja e armëve në pjesën ballkanike nuk është një problematik e panjohur, sepse ne dimi si është një nga rajonet të fundit të viteve 90 që ka qenë konflikti armatosur në forma ndryshme. Dhe ju dini që në raste ku ka konflikte, shtetet që janë në forma të ndryshme në periudhat e gjata, edhe grupet kriminale futen në ato luftra dhe tentojnë që përmes mundësisë më së lehtë për ta që të kenë çështje në armatim. Pra po ta thjeshtëzuar për audiencën. Ne jemi në luftën në Evropë, tani më është luftë Ukrainë-Rusi, dhe grupet kriminale të trafikimit të armëve apo eksplozive të ndryshme i kive se prezent në pjesën e kontinentit ukrainas dhe marrin ato armë që janë të destinuar për luftë, i marrin, i bartin në forma ndryshme dhe i destinojnë për vendin apo për tregun përkatës. Pra, është një zinxhir i kundër, pra faktikisht shteti i cili është në luftë, në këtë rast Ukraina, ka gjasa që shumica e atyre armëve që janë vinë nga pjesa ndryshme të Bashkimit Evropian, si suportim për luftën e tyre, përfundojnë në tregun ilegal. Në tregun e zi, dhe që më pastaj stërshiten dur pas dur deri te destinacioni apo deri te përdoruesi i cili është i pasionuar apo dëshiron të ketë armë për të kryer ndonjë veprim kriminal. Pra, çështjet janë shumë komplekse, prandaj edhe në rastin e fundit që ka qenë në pjesën e territorit të Shqipërisë, ku një qytetar i Republikës Kosovës është arrestuar ose shoqëruar me argumente përkatëse, dëshmia dhe prova, por para kësaj ju kujtohet që kemi pasur dy raste
të jashtëzakonshme të bashkëveprime dhe komunikime të drejtpërdrejtë të strukturave tona të sigurisë, po Policisë Kosovës, në nivel rajonal ka qenë çështja e një operacioni të udhëhequr nga Europoli edhe Interpoli me policinë e Bullgarisë, Maqedonisë së Veriut, Turqisë, me Kosovë dhe Shqipërisë që ishin ndaluar dhe arrestuar në territorin e Shqipërisë, qytetarët nga Kosova të cilët kanë bërë bartjen të armëve, ishin arrestuar dhe kjo dëshmon faktin që kjo rrugë ballkanike e njëjta sikur çështja e përdorimit të drogave, edhe të armë, edhe është njëjti grupacion apo grupacion që përdor njëjtin kanal të komunikimit dhe veprimit, është trafikimi me qenë njerëzore. Pra, çështja ballkanike është një problematik në thelbin e vet, dhe që në këtë segment shtetet përkatëse do duhet që të mendojnë një verzion të bashkëpunimit larg byrokratizimit të problematikave, sepse shkëmbimi i informacioneve është e rëndësishme në kohën aktuale dhe në kohën akute, nëse të tek informacione para se të ndodhë veprimi, është gjëja më e mirë për strukturat përkatëse. Por ta ndërlidhur me pjesën e veriore, sepse ne gjatë këtyre 4 vitet të fundit Policia e Kosovës ka krijuar një strukturë, një mrezhë të saj në pjesën veriore, duke pranuar informacione nga qytetarët e komunitetit serb në atë pjesë, jo vetëm serb, po ka dhe komunitetet e tjera, duke marrë informacionet relevante për grupet, për pikat, qendrat dhe nënqendrat operative të strukturave paralele dhe shtetërore të Serbisë, dhe këto informacione më pastaj po konkretizohet me zgjedhjen e armëve dhe më pastaj çështrimin e tyre, por që është kryesore, është shkëmbimi informacione reale, por në anën tjetër po na dëshmon faktin që në veri Serbia në mënyrë sistematike, që nga përfundimi i luftës, ka kriju këto qendra dhe nënqendra të saja, dhe në gjatë periudhave të ndryshme ku ne kemi hasur 2011 ku ka qenë rrimarrja pikave kufitare, pikën 1 dhe pikën 3, Jarinën dhe Bernjakën, konfrontimi me armë të rënda ushtarake në drejtim të forcave tona të rendit, ku patëm humbjen e një zyrtari policor, heroj të kombit, dhe njëkohësisht në mënyrë sistematike bllokimi këtyre akseve rrugore përmes suportimit të fuqisë së zjarrit, e dëshmon që grupet kriminale, me beson jo, nuk njohin etnitet. Pra, grupet kriminale shqiptare, bashkëpunojnë me serbët, me bosnjakët, me kroatët, me macedonët. Pra, lidhja tyre shkon përtej lidhjeve emocionale shtetërore, po kanë lidhje vetëm biznesore. Është interesi për bashkët për atë farë situatë? Është interesi financiar. Prandaj, në këtë rrafsh, ne do duhet që modelin ta quaj të këtij bashkëpunimit larg ngarkesave politike të aplikojshin edhe struktura përkatëse në nivel rajonal, pse jo të formohet një qendër rajonale, pikërisht në shkëmbimin e informacioneve policore, për të pamundësuar që të ketë efikasitet grupet kriminale dhe kështu të arrihet veprimi konkret policor dhe struktura tjera të sigurisë në minimizimin e dëmit rajonal, sepse siguria dhe pasiguria tani më nuk mund të shpjegohet vetëm që i përket vetëm një shtetit. Ne kemi të bëjmë tani me siguria në shkollën e Kopenhagës, pra është një nga shkollat më të avancuara në aspektin e sigurisë, që kanë përtej kufive tradicional shtetëror, pra siguria kolektive është segmenti kryesor dhe kolektiva janë vendet për kohë me të cilat kufizohet dhe përkufizohet Republika e Kosovës, pra këtu janë edhe shteti fëmijë me të cilin ne kemi probleme politike, kemi probleme historike, kemi probleme juridike, por që në fakt do duhet të ekzistonte në format të një presioni ndërkombëtar ndaj tyre, që të ketë informacionet shpërndarëse me strukturat të tjera të sigurisë për të parandaluar pikërisht cënimi i sigurisë kolektive, por ne dimi që Serbia investon në pasigurinë kolektive, sepse ka narrativ shtetëror të saj. Eksakt. Mirë, e the që Kosova, mirë ose keq, është tash në qendër të këtij trafikut, qoftë edhe të armëve, qoftë edhe fatkeqësisht edhe të njerëzve, edhe të drogës, por e përmendet që në fillim krejt e përmendet që prindërit janë ata që mund të jenë streha kryesore e këtyre fëmijëve, ata janë fëmijë 16 vjeçar, janë fëmijë ende. A duhet
për pos prindërve me qenë dhe dikush tjetër një farë streje ekstra që me arrit me i rujt paktën, sepse po flasim për gjeneratat e reja që nesër pas nesër do ta udhëheqin dikush skoçore pa udhëheq shtetit për i tyre. Gjatë kohës që na ishim këtu, ne vetëm hasëm një lajm në mjetet e Kosovës, ku në një nga shkollat e kryeqytetit. Po, në shkollën Pavarësia ishte. Pra, ishte një rast i cili de facto është në aspektin figurativ e tregon gjendjen e cila është e mjerueshme në sistemin arsimor. Pra, një nga segmentet kyçe është prindrit, nëna dhe babaj, që më keq kuptojnë, po prindrit janë nëna dhe babaja. Po, në rregull. Dhe më pastaj po e di qëndrimin tënd edhe për këtë temë, mirë. Më pastaj të pjesa e sistemit arsimor. Pra, aty do duhet që të ketë një rimodelim të sistemit arsimor në Republikën e Kosovës. Bara dhe përgjithësia tjetë jo vetëm të fajsimi apo shfajsimi, bara përgjithësia është në nivelit lokal dhe nivelit qendror në aspektin edukativ arsimor. Prandaj do duhet që të rikonceptualizohen komplet kurrikulat përkatëse arsimore dhe të ketë një komunikim jo vetëm formal, por të ketë komunikim substancial mes prindërve, shkollës dhe sistemit arsimor për të minimizuar apo për të preventuar veprimet të cilat mund të shpërfaqen, sepse padyshim të lëshojmë raste të tjera ku kemi pa konfrontime mes nxënësve dhe mes simulantëve që nuk e dëshiroj askujt. Normalisht. Fëmijët të cilët janë në qendrat e vëmendjes do duhet të analizojmë në aspektin të ndryshme se nga si rrjedh se problematika ka një zanafil të saj. Njëkohësisht, edhe pjesa e mësimdhënësve, tranzicionin për sistemet të ndryshme arsimore ndikon jashtëzakonisht shumë në perceptimin e problemeve akute moderne. Prandaj sistemet do duhet të modernizohen. Edhe gjitha këto e bën atë hallkën të rëndësishme për të minimizuar që grupet kriminale më pastaj të kenë mundësinë e influencimeve të ideve dhe interesave të tyre në formën e fëmijëve tanë në Republikën e Kosovës. Mirë, por shpresoj që shumë shpejt të ndikon diçka ose të merr dikush hapa konkret sa i përket kësaj situate, sepse thash edhe në fillim që është njëra prej situatave që fatkeqësisht po na ka lënë kështu para hunëve të gjithëve, po them kosovarë që por nuk po merret kërkush. Kushtrim ne kemi interesant sepse edhe kjo është pjesë e asaj vedie shoqërore, sepse ne në Republikën e Kosovës tanësisht i mungon vedia shoqërore, vedia shtetërore, vedia perceptimit të qartë problematikës. Ne vetëm merremi me problemet në qoftë se e atakon individin në mënyrë të drejtpërdrejtë. Derisa nuk e atakon individin në mënyrë të drejtpërdrejtë, ne jemi inferior ndaj veprimeve. Dhe kjo është si pasojë e mungesës së vedies shoqërore. Ne nuk mund të krahasohemi me vendet të Bashkimit Evropian, që kanë vedije shoqërore dhe shtetërore mbi 1000 vjeçare, po ne do duhet mendojmë dhe konceptojmë dhe perceptojmë qartat dhe qëndrimet e tona dhe të punojmë gradualisht, sepse në qoftë se vazhdon ky trend. Më merrni për fjalë. Pra 2040-ën, pra më pak se 14 vite, do të jetë më akute ndoshta sistemi i tërë shoqëror, politik në Republikën e Kosovës do të jetë jo në formën se si ne e dëshirojmë ta kemi, po do të ketë një vrazhilitet të skajshëm nëse nuk ketë veprime konkrete tani për të parandaluar duke filluar nga sistemi arsimor, që është baza, që më pastaj nga sistemi arsimor të vazhdohet tutje. Është shumë lehtë me kushtrim, ne mund të marrim shembull të ndryshëm. Pra, pse ne të marrim shembull të gabuar të shteteve që kanë dështuar sistemi tyre arsimor, ne mund ta marrim në Japonisë. Pra, sistemi japonez i shkollimit është qelë sigurisht me qenë se shteti tyre ka avancuar, pse mos ta adaptojmë, sepse vetë se kemi praktikën e mos jemi na të eksperimentuarit nga sistemet të ndryshme për të parë influencimet e caktuara se si mund ndikon në shkatrimin e një shoqërie të tërë. Mirë, për fund, po jo garancia nuk e se besoj që mund tjetë politike kjo pyetje, po du në rrafshin e sigurisë, në rrafshin tënd si ekspert i sigurisë, një përgjigje prej këtij titulli në koha.net, ku krye prokuroria speciale që ka kërkuar 180 vjet burgim për ish udhëheqësit të UÇK-s. Mund
ta marrim me qetësi këtë situatë populli, liri darësit, apo edhe vetë ata që kanë qenë të rreshtuar së bashku me personat, me ish-udhëheqësit që kjo si gjendin hallë? Dëgjë, është sa absurde edhe jashtë normales. Pra të kërkohet që të fajsohet dhe të dënohet një veprimi tërë shoqëror. Sepse unë mendoj që vedia shoqërore e periudhës përkatëse ka qenë sublimime në momentet që janë kriju formacionet e para ushtarake. Ka qenë kulmi e periudhës përkatëse të vedijës shoqërore që kanë nxitur që qytetarët e Republikës së Kosovës, një pjesë e tyre, të bëjnë rezistencë ndaj një represioni sistematik shtetëror që në atë kohë ishte Serbia dhe Jugoslavia në të anësi. Pra si vedija shoqërore të asoj periudhe dhe veprimet konkrete tani të një mekanizmi që derivon nga institucionet e Republikës së Kosovës, pra ne unë dhe te kemi qenë të ri në kuptimin e asoj periudhe të vedija shoqërore të asoj kohë, por më rikujton, apo themi për ripërsëritur një histori të tërën. Pra një histori, sepse në qoftë se nuk mësojmë nga mësimet, atëherë do të na ripërsëritet. Prandaj kërkimi i dënimit të udhëheqësve të shtabit, të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse janë një domethënë nuk mund të bëhet ndarja, se si po pretendon prokuroria të bëjë një ndarje mes shtabit dhe veprimeve individuale, po tenton që gjëja që po dënohen individet që në fakt po dënohet vedia shoqërore asoj periudhe kohore, dhe në qoftë se aprovohet nga ana e gjykatës përkatëse që të dënohen udhëheqësit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, atë kjo mund të na prodhoj një situatë të palakmuar, sepse është një luftë psikologjike apo një operacion psikologjik, që nga dënimi më pastaj qytetarët e Kosovës të revoltuar mund të ndërmarrin ndonjë veprim të mundshëm ndaj bashkë qytetarëve të tjerë nga komunitetet serb, dhe kjo më pastaj të materializohet nga ana e Serbisë një veprim që arsyeton faktin e një veprimi terrorist mbi qytetarët e Kosovës. Pa, është shumë komplekse, por shpresoj se herat e tjera do ta elaborojmë më tutje, por që ne do duhet të marrim gjëra të shtruar, segmenti politik udhëheqës në Republikën e Kosovës mos të mjaftoj vetëm me statuse, qoftë opozitë dhe pozitë, po me qenë se është mekanizëm që derivon nga ana e Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nga Governi i Kosovës, do duhet që të ketë një mbikëqyrje më të rreptë dhe që dënimi dhe shfaqësimi, sepse janë për të shfaqësuar, sepse nuk ka në bazë të prova dhe argumente që kanë qenë të hapura për opinionin publik, do duhet që të ketë një kontroll rigoroze mbi mekanizmin dhe materiale, sepse thelbësore është materialet të cilët ishin përpunuar ato dhe ishin servuar të segmente përkatëse të prokurorisë që më pastaj mbi këto informacione të fabrikuara në kuzhinat e Serbisë të dënohet sentimenti, të dënohet popullata dhe vedia shoqërore së periudhe. Mirë, sepse jemi krejt në fund, zotri Shala, faleminderit për elaborimin prej punës ose subjektit të anëve edhe të drogave të shumta në vendin tonë, cilat sillen thuajse në çdo shtet e deri tek ish udhëheqësit e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ishte kënaqësi. Faleminderit.